Vazhdojnë me intensitet të lartë të reshjet e dëborës në zonat malore të qarkut të Shkodrës. Në zonën e qafës së Thorës drejt Vermoshit, trashësia ka arritur deri në 1.5 metra dhe parashikohet që reshjet të vijojnë me intensitet në këto lartësi. 4 borpastruese ndodhen në terren përgjatë segmentit rrugor Gropat e Selcës drejt doganës së Vermoshit. Për shkak të reshjeve të dendura lejohet qarkullimi vetëm me goma dimërore dhe zinxhir. Sa i përket situatës së përmbytjeve në qarkun e Shkodrës, ajo paraqitet e qëndrueshme me nivele të ujit nën kuotat kritike dhe pa probleme të mëdha. Lumejnë, buna dhe drini mbeten brenda parametrave të sigurisë, por gjatë 24 orëve të fundit kanë shënuar rritje prej rreth 10 deri në 20 cm krahasuar me një ditë më parë. Deri më tani në njësitë administrative të këtij qarku, numri sipërfaqeve të përmbytura është trefishuar duke arritur në 800 hektar. Në zonat e Velipojës dhe Dajqit janë raportuar pjesa më e madhe tokave që ndodhen në ujë. Banorët e kësaj të fundit shprehen se dëmet financiare janë të shumta. Kjo është vetëm uji hidrocentrale, i drinit. Absolutisht, që t'jën dikushi që për nevoj me pas familje në blogum në për toka që i kam dëtërosh për vazhjet shkajr, me shku me zetar, me remor, ose me fadro. Pa dame, ka mundësi dhe mos me kalu. Pa dame, mund t'ket dame. Mund t'kaloj vija urels e mërë fushat anë ka shpijat. Ndërkohë rruga që lidh Dajqin me Darajxhatin është bllokuar, pasi niveli ujit e ura e Shiriqit ka rritur rreth 70 cm. Po ashtu vijon të jetë bllokuar edhe rruga për në Obot për mjetet e ulta.